Rusia do t'i referoj gratë të cilat zgjedhin të mos bëhen nëna te psikologu në një përpjekje për të rritur normat e lindshmërisë në vend në këtë fushat të fundit të Kremlinit, sipas udhëzimeve të mbikëqyrtura nga Ministria e Shëndetësisë. Gratë të cilat përgjigjen negativisht pyetjes në anket nëse kanë ndërmend të bëjnë fëmijë apo jo, do të inkurajohen të kërkojnë mbështetje psikologjike. Rekomandohet që pacienti të dërgohet në konsult me psikologun me qëllim formimin e një qëndrimi pozitiv ndaj lindjes së fëmijëve. Burra që plotësojnë njëjtin formular nuk do të pyeten fare nëse kanë në plan të bëjnë fëmijë. Ndërsa normat e lindshmërisë në Rusi kanë rënë në nivelin më të ulët në histori moderne, Kremlini ka nisur këtë fushat pronataliste, të cilën e ka cilësuar si jetike për mbështetjen kombëtare me sukses të kufizuar. Në 2024, Rusia regjistroi numrin më të ulët të lindjeve vjetore që nga 99 me 1,2 milion. Kriza është përkeqësuar nga situata e agresionit rus në Ukrainë, që nga shkurti 2022 rreth 325.000 burra rus janë vrarë në luftë, sipas të dhënave nga fillimi i vitit 2025. Vdekjet në Rusi te kaluan lindjet me një raport mesatar 1,6 me 1.